Në një takim me sipërmarrës të agroturizmit dhe fermerë në qytetin e Beratit, kryeministri i vendit Edi Rama prezantoi vizionin e ri të qeverisjes për bujqësinë gjatë mandatit të 4 të qeverisës. Ai premtoi një model bashkëdrejtimi mes bashkive dhe fermerëve për të rritur fuqinë e këtyre të fundit në treg, duke e bërë bujqësinë edhe më konkurruese dhe të organizuar. Në vendet e zhvilluara bashkitë janë aktor, janë pjesë, janë partner, janë ortak, bëjnë biznes. Pra nuk jetojnë vetëm me çfarë do japi qeveria, bëjnë biznes. Dhe çfarë do të thotë kjo? Dhe ne në mandatin e 4 këtë do ta fuqizojmë jashtëzakonisht shumë. Sepse tani me këtë ligjin e financimit, 250 milionë euro, kjo është edhe më e mundur. Kjo do të thotë që bashkia kur ka një problem me po themi 50 fermerë, kanë një prodhim, nuk arrin dot ta grumbullojnë si duhet. Vlerëja pastaj për ta punuar, bashkia i bashkon këta dhe futet vetë dhe bëhet një shoqëri e përbashkët. Bashkia me 50, 60, 70, që mos them që bashkia bën shoqëri përbashkët ose bën një rrjet përbashkët me gjithë agroturizmat, për ato që tha Fatosi. Futet partnere dhe i jep një incentiv agroturizma, i thot sa më shumë verë vendit shesësh, aq më shumë do marrësh x gjë nga unë. Në fokus ishte edhe agroturizmi, për cilën Rama tha se do të ndihmojë me politika të reja që të detyrojë hotele dhe bujtina të ofrojnë produkte vendase. Ai prezantoi idenë për ngritjen e një muzeu të verës në Berat dhe solli një shembull personal. Po për hir të vërtetës kur vinë miq në të huaj etj, unë gjithmonë verë shqiptare për ta promovuar edhe për hir të vërtetës përmirësimi është i jashtëzakonshëm. Është i jashtëzakonshëm. Dhe në ndërkohë ti e di më mirë se unë që ka vera shqiptare tani që kanë filluar të hyjnë edhe në restorante jashtë. Kështu që dhe më shumë mund të penetrojnë në qoftë se ne do të dimë si ti promovojmë. Pra ka ardhur momenti tani që kemi çfarë themi. Ndërkohë ju përgjigj dhe kritikave politike dhe akuzave për projektet infrastrukturore në zonën e jugut të vendit, duke thënë se koha i solli këto investime. Në mënyrë ironike ju rikthye dhe lajmeve që kishin të bënin me fotot e tij në një plazh në jug të Francës. Këta të shajnë, s'lënë pa thënë, më bën, çfarë bëjmë tani? Edi Rama i thot fëmijëve, më shikoni mua laguria, kupton apo? Nuk kam, janë komplet edhe janë të papar fare. Më shikoni mua, i thotë, shkon atje i thot fëmijëve, më shikoni mua laguri. Ndërkohë që këta më nxorën mua. Çfarë të them unë? Nuk e di. Pastaj shkojmë mbledhin njëri tjetrin atje dhe e pat dje. Ja fusin fjalëve në mes aty me vajza, me djem, me gra, me fjalëve më ekstreme, nuk e di. Edhe kanë të drejtë të tjerë tonë, po pse merresh me këta? Çka kemi me këta? Këta janë çuryk. Po unë ç'a them? Rama nuk i kurseu kritikat ndaj mediave. Po nuk pate krimba brenda domate, nuk të vjen gazeta. Po pate domate me krimba, ti vetëm fol edhe të vinë gazetat të tëra. Po i pate domate normal, nuk ka si interes të di se ç'a bën ti. Do me thonë. Në përmbytje u kërkoi fermerëve që të rrisin cilësinë, të investojnë në teknologji dhe të jenë të përgatitur për sfidaj që sjell antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, i cili sipas tij do të jetë faza e mbështetjes më të madhe për ta.